E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillah ve shukru lillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona të shumta dhe sinqerta çdo herë e shprehim vetëm Allahut xhelle shanuhu, i cili na krijoi në formën më të mirë dhe na bëri prej besimtarëve. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe shpëtim kërkojmë. E si besimtarë që jemi, përshëndetjet tona me selavate dhe selame, ja dërgojmë zotërinë tonë Muhamedit alayhi salatu vesselam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre besimtarë dhe besimtare që kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën islame deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues të televizionit të Poja, vëllezër dhe motra. Së pari shfrytëzoj rastin që t'ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame dhe me përshëndetjen e xhenetive që Zoti i Plotfuqishëm ka zgjedhur për ne në këtë dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duke dëshiruar dhe duke lutur Zotin xhelle shanuhu që ta ketë pranuar agjerimin dhe të gjitha ibadetet tjera në përgjithësi. Meqense jemi në 10 ditën e fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, atëherës, pikërisht në këtë 10 ditë të fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit edhe ndodhet ajka e të gjithë këtij muaji, sepse pikërisht ky 10 ditë i fundit përkon me natën e madhe të Lejletul Qadrit. Për të arsye me ndihmën e Zotit xhelle shanuhu, do të mundohemi që në pika të shkurtra të përmendim rreth vlerës dhe rëndësisë që ka kjo natë në shariatin islam në përgjithësi. Pa kur fare me dyshje se Zoti i Plotfuqishëm ka dalluar disa kohë prej disa kohëve të tjera. Prej muajve ka dalluar muajin e bekuar të Ramazanit dhe prej këtij muaji të bekuar të Ramazanit Zoti i Plotfuqishëm ka veçuar dhe ka dalluar 10 netëshin e fundit të këtij muaji të bekuar, e pikërisht në këtë 10 ditësh të fundit të këtij muaji të bekuar edhe ka të ngjarje të shumta që të gjitha thuajse argumentet islame përkojnë me atë se pikërisht në këtë 10 ditësh të fundit ndodhet edhe nata e madhe Lejletul Qadrit. Sikur që Zoti i Plotfuqishëm ka dalluar prej ditëve më të mira ditën e Arafatit, prej netëve më të mira Zoti i Plotfuqishëm ka dalluar natën e madhe të Lejletul Qadrit. Natyrisht që vlera dhe rëndësia e kësaj nate është aq e madhe sa që për të Zoti i Plotfuqishëm ka zbrit edhe një kapitull apo një sure e tërë në Kur'an që përbehet prej 5 ajetësh që quhet Suratul Qadr apo Surja e Qadrit. Derisa jemi në këtë 10 ditësh, pejgamberi alayhi salatu vesselam këtë 10 ditëshin e fundit sikur e ka emërtuar me atë që ka thënë itkum minan nar e itkum minan niran. Që do të thënë se ky 10 ditësh i fundit të muajit të bekuar të Ramazanit është amnesti ose falje nga Zoti xhelle shanuhu dhe shpërblim i besimtarëve në xhenetet e Zotit xhelle shanuhu. Shpresojmë dhe lutemi dhe angazhohemi që me mëshirën dhe rahmetin e Zotit xhelle shanuhu edhe ne si besimtar të jemi prej banorëve të xhenetit. Allahu xhelle shanuhu derisa ka veçuar këtë natë, duhet ditur para së gjithas se kjo natë është sikurse netët e rëndomta sa i përket aspektit kohor. Por e ka veçuar këtë natë me qëllim të asaj që duke shtuar ne aktivitetet tona, sikur i përjetojmë edhe mirësitë e kësaj nate. Pa humbur kohë, do të hyjmë në atë se çfarë thot Zoti xhelle shanuhu në lidhje me natën e madhe të Lejletul Qadrit, cilat janë ajetet ose surja 4, se çfarë përmbajtje kanë këto ajete. Para se të hyjmë në këtë sure, vlen të përmendet fakti se shprehja ose fjala Qadr është në gjuhën arabe, që do me thënë vlerë, rëndësi, përcaktim e të ngjashme me këto. Që jep me kuptue se kjo natë ka vlerë, ka rëndësi, ka mirësi të shumta, por edhe është ajo që përcaktohet edhe sikur me thonë fati i njerëzve. Zoti xhelle shanuhu këtë natë e ka veçuar sepse lidhja e fundit mes qiellit dhe tokës pikërisht ka ndodhur në këtë natë, kur thot Zoti xhelle shanuhu në surën e Duhan ajeti 3, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletin mubarake. Me të vërtet, thot Zoti xhelle shanuhu, ne me madhrinë tonë e kemi filluar ta zbresim Kur'anin në një natë të bekuar. Edhe më i drejt për drejt Zoti xhelle shanuhu është pikërisht kur surën Qadr
E fillon me atë kur thot Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Me të vërtetë, thot Zoti Gjeleshanu, ne me madhrinë tonë e kemi zbritur Kur'anin në natën e katërt. Ne nuk do të hymë shumë në detaje rreth asaj se si ishin mënyrat e zbritjes së Kur'anit dhe elementet e tjera që lidhen me shpalljen. Por ne do të përqendrohemi ose do të fokusohemi në vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate, duke munduar që t'i zbërthejmë edhe disa ajetet e tjera të Kur'anit famëlar. Dhe ma adrake ma lejletul qadr. Sikur Zoti i plotfuqishëm nga fillimi deri në fund lidhet me tematikën e kësaj sureje. Sikur i bëni një pyetje pejgamberit alayhi salatu vesselam, e që të bëri ty, o i dërguar i Zotit, dhe pjesëtarët e ummetit tënd, që të dish për vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate. Dhe Zoti i plotfuqishëm pikërisht atë kurreshtjet e pejgamberit alayhi salatu vesselam për vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate, po ja jep përgjigje në ajetin e 3, kur thot Lejletul Qadri khajrum min elfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë, më me vlerë të Allahu Gjeleshanuhu se sa 1000 muaj. Të një shikues të nderuar. Sikur të ndalemi dhe të zbërthejmë këta ajet, këto fjalë të urta të Zotit Gjeleshanuhu, do të bindemi se sa i mëshirshëm është Zoti i plotfuqishëm me ne, se sa bëmirës është me ne, se sa na shpërblen krijuesi fuqiplot. Me çka ne duhet të jemi mirënjohës dhe falendërues ndaj tij. Në literaturë përmendet një fakt se sikur pejgamberi alayhi salatu vesselam një ditë prej ditëve, sikur po konsultohet me sahabët dhe po informon sahabët me një aktivitet të një personaliteti që ka jetuar të një ummeti më parshëm. Dhe sikur pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, një njeri në kohë të caktuar, duke e specifikuar edhe ummetin i kujt ishte ky njeri, sikur thot, aq shumë ka kontribuar sa që rreth 1000 muaj ka bërë gjihad në rrugë të Zotit Gjeleshanuhu. Rreth 1000 muaj që i bie me 83 vite e 4 muaj, ka bërë përpjekje për ta lartësuar emrin dhe madhështinë e Zotit plotfuqishëm. Dhe po përmenden prej njerëzve të sinqertë, prej njerëzve të bekuar, prej njerëzve me atribute të jashtëzakonshme. Sikur ky element duhet na motivoj edhe neve, se përpjekja jonë për ta lartësuar emrin e Zotit Gjeleshanuhu nuk është ajo që ka filluar dhe përfundon me ne, por kjo është e kamotshme. Sepse nga Ademi alayhis salam, pse jo edhe çdo gjallës e falenderon Zotin e plotfuqishëm me atë që ka përcaktuar Zoti i plotfuqishëm. Dhe sikur sahabët ishin shumë kurreshtar rreth asaj se a thua vallo i dërguar i Zotit plotfuqishëm, ja Resulullah, si ka mundësi që ne të arrijmë vlerën dhe shpërblimin atij njeriu që ka bërë një kontribut të jashtëzakonshëm në lartësimin e fjalës së Zotit Gjeleshanuhu. Por dihet se ne si pjesëtar të ummetit Muhamedit alayhi salatu vesselam, jetëgjatësia jonë është një mesatare më e shkurtë se sa popujt dhe ummetet e mëparshme, se disa po përmendim. Vetë i dërguar i ynë, prisi ynë alayhi salatu vesselam, ka jetuar rreth 63 vite. Dhe kur e kanë llogaritur ato edhe periudhën e rinisë dhe gjithë ato, si kemi mundësi që edhe ne t'i ngjajmë në kontribute njerëzve të mirë që përmenden në historinë e njerëzimit. Dhe sikur Zoti i plotfuqishëm e ka shuar kurreshtjen e Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe sahabëve që neve si besimtar na ka nderuar me një natë të vetme, për cilën edhe thot Lejletul Qadri khajrum min elfi shahr. Nata e madhe e Kadrit është më me vlerë se sa 1000 muaj tjerë ku nuk gjendet kjo natë. Teleshikues të nderuar, vëllezër dhe motra. Ky ajet është prej ajeteve që neve na jep një siharigje dhe një myshë të madhe. Dhe sikur ne ta ndërgjegjësojmë në mendjet tona, në memorien tonë, këtë siharigje dhe këtë myshë që na vjen nga krijuesi i fuqiplot, a thua vallë, si ka mundësi që brenda një nate të vetme, neve me punët dhe aktivitetet tona për të lartësuar emrin e Zotit Gjeleshanuhu, të përfitojmë kaq shumë benefite, kaq shumë shpërblime.
Prandaj sikur kjo bëhet edhe më tepër motivacion për ne, se kjo është një dhunti që vetëm Zoti i Plotfuqishëm e bën. Do të tërheqim një paralele nga aspekti jon i përditshëm. A thua vallë, ka mundësi tek njerëzit, dikush prej njerëzve, qoftë edhe ne vetës son, qoftë edhe i afërmi ynë, prindi ynë, familjari ynë, që një kontribut ne që japim modest, me na dhënë këtë shpërblim kaq të madh? Natyrisht se jo. Po si ka mundësi që njerëzimi me i dhënë miliona besimtarve këto shpërblime kaq të mëdha? Natyrisht kjo është dhunti vetëm me Zotit Plotfuqishëm. Sepse Zoti i Plotfuqishëm në surën El-Gjuma, ajeti i fundit çfarë thot? Wallahu khairur raziqin. Zoti i Plotfuqishëm është furnizues absolut. Zoti i Plotfuqishëm ka gjithçka që jep, sepse gjithçka është nën pushtetin dhe patronatin e tij. Që jep më kuptuar që neve vetëm duhet që të angazhohemi, sepse kjo që na vjen nga Zoti i Plotfuqishëm nuk na vjen nga askush. Për atë arsye, ne të jemi edhe më tepër robër falendërues ndaj Zotit Plotfuqishëm. Edhe këtë e arsyetojmë me atë që Zoti i Plotfuqishëm e ka veçuar këtë natë, e ka dalluar këtë natë. Sepse realisht, sikur teleshikues të nderuar, ne që shfletojmë Kur'an, ne që lexojmë Kur'an, ne që i dëgjojmë fjalët e Zotit Plotfuqishëm, thot Zoti i Plotfuqishëm Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e madhe është më mirë se sa 1000 muaj. Por të mos përqendrohemi vetëm më mirë se sa 83 vite dhe 4 muaj. Por shumën që ka përmend Zoti i Plotfuqishëm, vetëm ai e din. Allahu Teala alem. Zoti e din se sa e mirë është jenat, shumë më e mirë se sa 1000 muaj. Prandaj çfarë kërkohet prej nesh? Kërkohet prej nesh suqelsi. Kërkohet prej nesh që t'i shfrytëzojmë mirësitë e kësaj nate. Sepse edhe kjo natë, në aspektin kohor është si netët e tjera. Por Zoti e ka veçue dhe e ka bekue, vetëm e vetëm për të gjetë arsye shtesë neve me na dhënë mirësi të shumta. Prandaj, edhe një pyetje t'ja bëjmë vetës, kur kjo natë e bekuar është pranë nesh, duhet ditur se kjo natë po kalon para nesh dhe me kalue pranë nesh dhe ne mos me shtua aktivitetin sikur është tërpruse. Sepse po kalon mirësia më e madhe e Zotit Plotfuqishëm dhe ne nuk po i përfitojmë benefitet ose mirësitë e kësaj. Dhe mirësitë e kësaj nate nuk përfundojnë vetëm atë se kjo është më mirë se sa 1000 muaj. Më mirë se sa shumë mira muajt e tjerë. Por Zoti i Plotfuqishëm në vazhdim të kësaj sure po i tregon edhe mirësitë, edhe benefitet e tjera. Por thot تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pikërisht në këtë natë, me lejen e Zotit Plotfuqishëm, zbresin në sipërfaqen e tokës edhe me laiket, krijesat më të ndritura, në krye me ta edhe Gjibrili sallallahu teala alaihi wasallam. Dhe sikur kjo natë është vendose për secilën çështje. Në këta jetë shihet edhe një benefit tjetër, sepse Zoti i Plotfuqishëm krijesën njeri e shpërblen dhe e nderon edhe me atë se planetit ton i vinë mysafiret më të çmuar që Zoti i Plotfuqishëm i dërgon me lejen e tij. A thua vallë, por seri do ta marrim një shembull nga jeta jone e përditshme. Institucionet e ndryshme, pritjet e personaliteteve, si kur i bëjmë duke i respektuar të gjitha protokollet shtetërore. Të pritën delegacione dhe të pritën nivelet të ndryshme në formën më të mirë. Njeriut po ja bën këtë pritje, edhe në aspektin individual. Sikur neve me në ardh dikush i çmueshëm, bëjmë paraprgatitje, ta presim më së miri atë filon njeri që na viziton, një heng familjar, sa paraprgatitje të bëjmë. A thua vallë, besimtar dhe besimtare, teleshikues të nderuar. Këto krijesat e ndritura të Allahut xhelleshanuhu që po na vinë dhe po nderojnë planetin ton, tokën ton, më shumë se sa asnjëherë tjetër gjatë vitit.
A thua vallë, çfarë pritje neve t'ju bëjmë këtyne krijesave të Zotit plotfuqishëm që janë të krijuara prej dritës, të cilët nuk hanë dhe nuk pinë, dhe të cilët nuk kanë gjini. Dhe të cilët, si thot Zoti i plotfuqishëm, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk e kundërshtojnë urdhrin e Zotit xhaleshanu me lajket asnjëherë. Por çfarë? Veprojnë siç janë urdhëruar nga Allahu xhaleshanu derisa ka përcaktuar Zoti i plotfuqishëm. Pra në bazë të kësaj, sikur na bëhet me dije se këto me lajke që po vinë me na nderua neve me vizitën e tyre në krye me Xhibrilin alayhis salam, këto nuk kërkojnë prej nesh që ne t'i presim në asnjë formë tjetër, sepse këto nuk hanë dhe nuk pinë, sepse këto janë cilësi që Zoti i plotfuqishëm ka përcaktuar për to. Por këto vinë jo ne mi nderue, por ato neve na nderojnë, si na nderojnë neve të shikues të nderuar. Ato me lajke të ndritura të Zotit plotfuqishëm që zbukurojnë planetin ton, zbresin me lejen e Zotit xhaleshanu dhe çfarë bëjnë lutje të Zotit xhaleshanu për kënd. A thua vallë bëjnë lutje për të gjithë? Por bëjnë lutje për të gjithë besimtarë dhe besimtare të cilët janë të angazhuar në këto net të bekuara. Që jep më kuptua që neti jemi syqel, sepse kjo lidhet me atë që e tham pak më herët, sepse kjo natë është e bekuar dhe ne e bëjmë të bekuar edhe më tepër këtë natë kur kemi aktivitete. Sepse në kuadër të aktivitetet tona, sikur ju bashkangjiten edhe lutjet e shumta të melekëve të Zotit i plotfuqishëm që thonë o Zot, fali filon besimtarët dhe besimtarët. Sepse vërtet krijesa njeri, edhe pse ka ego, edhe pse ka nefs, edhe pse ka kojte, është në gjendje me frenue veten e tyre që e shmangin gjumin, i shmangin interesat e kësaj bote dhe janë në gjendje të rrinë për orë të tëra, pa fjet, vetëm e vetëm që ta lartësojnë Zotin e plotfuqishëm me ibadetet e shumta. Dhe sikurse prezenca e këtyre me laikeve dhe lutjet e tyre të shumta, jo vetëm që dëshmojnë që ato bëjnë lutje por ne, por sikurse është një motiv shtesë nga krijuesi që të mburret me pasardhësit e Ademit alayhis salam, se vërtet pasardhësit e Ademit alayhis salam janë ata të cilët janë në gjendje që për hir të Zotit xhaleshanuhu me nda orë të tëra duke lartësuar Zotin xhaleshanuhu. Prandaj, derisa i kemi këta mysafir më të ndritur në sipërfaqen e tokës, këta të mburren me ne, Zoti të mburret para me laikeve me ne, është që secili prej nesh, besimtar dhe besimtare, ta shtojmë aktivitetin dhe ibadetin tonë në përgjithësi. Dhe ajetin e fundit Zoti xhaleshanuhu thot: "Selamun hiya hatta matla'il fajr." Vërtet se kjo natë është paqe, është shpëtim, është mirësi e shumë të Zotit xhaleshanuhu deri në agim. Kjo natë që po përcaktohet fati i njerëzimit, fati ynë për brenda një viti, si thot Zoti xhaleshanuhu në surën Ad-Duhan ajeti 4, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pikërisht në këtë natë zgjidhet çdo çështje që do të ndodhe brenda një viti. Prandaj, derisa kjo natë është përcaktuese për ne, sikur të marrim motiv edhe më tepër, sepse Zoti i plotfuqishëm gjithmonë e don dhe vendosan të mirat për ne. Qoftë edhe kur e kemi të shkruar që ne të ballafaqohemi me sprova, që sprovat në disa raste janë të vështira për ne në këtë botë, por të mos harrojmë se ato janë shkaktare që ne të shpërblehemi te Zoti i plotfuqishëm. Prandaj, sikur derisa po përcaktohet fati ynë, sikur secili prej nesh gjejmë motive dhe arsye edhe më tepër të falenderojmë Zotin e plotfuqishëm, sepse kjo është për të mirën tonë. Edhe nëse përcaktohet që ne ta përfundojmë misionin tonë këtë botë me përcaktimin e Zotit xhaleshanuhu, ta lutim Zotin xhaleshanuhu që fundi jonë në këtë botë të jetë fundi më i mirë. Të largohemi prej kësaj bote me shahadet, të largohemi me besim dhe me vepra të mira. Prandaj, në çdo segment të kësaj sureje, sikurse gjejmë arsye shtesë me qëllim që të falenderojmë edhe më tepër Zotin xhaleshanuhu. A thua vallë, kur është nata e madhe e Lejletul Qadrit?
të harreu lejletul kadri fil ashri, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot, hulumtoni natën e bekuar të kadrit në 10 ditëshin e fundit e muajit të madhrishëm të Ramazanit. Dhe sikur ka dhe hadithe më specifike që hulumtoni në netët teke të këtij muaji të bekuar, që netët teke janë nga 21, 23, 25, 27 dhe 29. Prandaj sikur nga kjo ne si besimtar duhet të marrim shkas edhe më tepër, se ne si besimtar jemi të thirrur nga praktika islame, edhe nga Kurani edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se ky muaj fillimi i tij awwaluhu rahme, awsatuhu maghfira, ve akhiruhu itkum minan nar, sepse fillimi i tij ishte mëshirë, 10 ditë që i mesëm ishte magfiret ose falje, dhe 10 ditë që i fundit është amnesti ose shpëtim nga zjarri i xhenemit. Sikur në bazë të këtyne ne mundohemi që çdo ditë dhe çdo orë dhe çdo minutë të këtij muaji ta shfrytëzojmë në formën më të mirë. Dhe sikur ne i referohemi asaj se pejgamberi alayhi salatu wasalam që është model dhe mostër për ne si se ka vepruar. Ai shedde mizerehu, kur ka ardhur 10 ditë që i fundit, sikur është mobilizuar me tërë qenjen e tij, me tërë potencialin e tij, që ti shfrytëzoi këto netet me ibadet, dhe nuk ka mjaftuar me kaq, por ka këshilluar edhe familjarët e tij, edhe shokët e tij që ti shtojmë aktivitetet tona. Prandaj praktika e pejgamberit alayhi salatu wasalam jo me madhrue Zotin e plotfuqishëm vetëm me një natë të vetme, por me madhrue gjatë 10 netësh të fundit, e posaçërisht në netët teke. Ne si besimtarë sikur nuk shqetësohemi rreth asaj se cila është nata e saktë. Pse nuk shqetësohemi? Sepse kemi benefitin, sepse derisa ne në këto 10 ditë e shtojmë ibadetin, e shtojmë aktivitetin ton, e shtojmë edhe namazin e natës, dhe shtojmë lutje dhe shtojmë punë tjera të mira, sikur kur far me dyshje se e kemi përjetuar mirësinë e kësaj nate. I kemi shfrytzuar të gjitha netët e mëdha, të gjitha ditët e mëdha të këtij muaji të bekuar, se kjo përkon me atë që ne si besimtarë se minave tana, ne kemi dëgjuar dhe jemi nënshtruar asaj që vjen nga Zoti dhe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë, po megjithatë, duke mbështetur në disa prej mendimtarëve ose dietarëve islam, përmendet se surja El Qadr me 5 këto ajete përbendet prej 30 fjalëve. Dhe shpreja hije që nën kupton ajo përkon me fjalën e 27. Sikur argumentet janë më të shumta që mund të jetë nata 27, ose njëra prej aspekteve matematikore të Kuranit famëlar, sepse shpreja Lejletul Qadr përbendet prej 9 shkronjave. Dhe kjo shprehje përmendet 3 herë në Kur'an. Dhe në fund hije që simbolizon atë që i bie 9-3-27. Por megjithatë, Allahu Teala alem, Zoti i plotfuqishëm e din sakt se kur është kjo natë. Prandaj, a thua vallë, cilat janë disa prej aspekteve tona që sikur lidhen me këtë natë, sikur lidhen me atë se ne si besimtar e presim më së miri këtë natë. Si që potencuam, vizita e melaikeve në planetin ton është dëshmia më e mirë se sa e begatuar është kjo natë. Me mirësitë e Zotit kërkohet angazhim prej neve. Tjetra është se edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam sikur nuk mungojnë në këtë drejtim. Përmendet se nona e besimtarëve, bashortja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Hazreti Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e ka pa që pejgamberi alayhi salatu wasalam po shton aktivitetin e tij të shumtë, ibadetet e tij të shumta, dhe sikur ka shkuar edhe aq larg sa që ka thënë, o i dërguari i Zotit, ti nuk je asnjë gjuna. Pse kaq shumë po bën ibadet, pse kaq shumë po bën namaz natë dhe lutje dhe aspektet e tjera. Çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Efera abden shakura. A thua vallë, me gjithë to mirësitë që Zoti i plotfuqishëm mi ka dhuruar, pse të mos jam edhe më tepër rob falëndërues. Sikurse në një rivajet tjetër ka thënë, o i dërguari i Zotit ja Resulullah, sikur neve si besimtar që po synojmë këtë natë duke i shtuar aktivitetet, me çfarë t'i adresohemi Zotit fuqi plot? Me çfarë ta lutim Zotin fuqi plot? Të lishikues të nderuar.
Pejgamberi alayhi salatu vesselam ja se çfarë thot. Nuk thot ndonjë vështirësi, nuk thot ndonjë të lashe, por e thot një lutje që secili prej nesh me zemrat e pastrat tonat kemi mundësi me e thonë. Jo vetëm në gjuhën e Kur'anit, edhe në gjuhën tonë. Allahumme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. O Zot, ti je falës dhe fisnik, e don faljen, më falë mua. A thua vallë ne, çfarë na kushton kjo për ta thënë? Për të dëshmuar paramadhisht se Zoti Xheleshanhu se vërtet ne si krijesa kemi nevojë për ndihmën, mëshirën, rahmetin dhe faljen e Zotit plotfuqishëm. Nëse nuk e dim në gjuhën arabe, pse të mos themi dhe të mos e zgjerojmë këtë lutje, secili prej nesh edhe në gjuhën tonë. Zoti plotfuqishëm nuk i vlerëson lutjet tona se në çfarë gjuhë thuhen ato, por i vlerëson në bazë të asaj se ka buren këto lutje, a buren nga ndjenja e thellësisë e pastër të zemrës e një besimtari dhe një besimtareje, i cili apo e cila në ato orë të vona të natës, në atë rësirë të plot të natës, kur është i vetmuar dhe i drejton lutjet e shumta nga Zoti i plotfuqishëm, i drejton duart nga Zoti i plotfuqishëm dhe mes tjera shtot, o Zot, ti je falës dhe fisnik, e don faljen, me fal mua. Ne si besimtar gjithmonë nuk përfundojmë me kaq, por lutemi edhe për të tjerët. O Zot, ti je falës e don faljen, falje dhe prindtë e mi. O Zot, ti je falës e don faljen, falje dhe bashortet tonë në përgjithësi. Falje dhe fëmijët tonë, udhëzoj dhe fëmijët tonë. Falje dhe vëllezërit dhe motrat tona. O Zot, ti je falës dhe fisnik, e don faljen, me fal mua, fali prindtë e mi, fali bashortën time, bashortin tim, dhe fali të gjithë besimtarët, qofshin ata të gjallë, qofshin ata të vdekur. Prandaj kjo lutje të na shoqëroje gjatë gjithë kësaj kohe, si dëshmi që vërtet, ja ejuhen nasu entumul fukara ila Allah. O ju njerëz, ju të gjithë jeni të varfër para madhështisë së Zotit Xheleshanhu. Prandaj, secili prej nesh mund të kemi pasuri, mund të kemi shëndet, mund të kemi familje dhe mund të kemi shumë çka tjetër, por të gjitha i kemi të kufizuara. Dhe secili prej nesh kemi nevojë të ngrem duart te Zoti i plotfuqishëm, sepse Zoti i plotfuqishëm në argumentet të shëndosha në ka thënë se madhështisë e tij, madhnisë e tij i vije turp që t'ja ktheje lutjen e një lutje prapa derisa ajo lutje është në përputhshmëri të plot me atë që kërkon Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam. Derisa koha nuk na lejon që të zgjerohemi më tepër. Neve kemi Kur'anin, neve kemi fjalën e Zotit, që nëse i përmbahemi kur nuk do të lejthitemi. Ne kemi Kur'anin familart, që duke lexuar këtë Kur'an, ne jo vetëm që përfitojmë shpërblim, jo vetëm që përfitojmë udhëzim, jo vetëm që përfitojmë benefite tjera të Zotit plotfuqishëm, por duke kënduar Kur'an dhe duke u emocionuar me këndimin e tij, ne sikurse komunikojmë me Zotin e plotfuqishëm. Prandaj këndimi i Kur'anit është një ibadet në veti, dhikri është një ibadet në veti. Ne e lartësojmë Zotin e plotfuqishëm duke thënë subhanallah, ne e falenderojmë Zotin Xheleshanhu duke thënë elhamdulillah, ne madhrojmë Zotin e plotfuqishëm duke thënë Allahu Ekber. Ne kërkojmë falje të shumta te Zoti i plotfuqishëm me na fal neve gabimet tona, të prindve tonë dhe të gjithë besimtarëve. Ne e lusim Zotin Xheleshanhu, e përmendim Zotin Xheleshanhu me gjitha ato. Ne sikur e lusim pandërprej Zotin e plotfuqishëm, me ne i pranuat të gjitha angazhimet, e posaçërisht të këtyre neteve të bekuara. Ne këto net të bekuara dhe në këto benefite të bekuara lusim Zotin e plotfuqishëm me na fal. Po pse me na fal? Si me arrit falje? Ai musliman dhe muslimane që e kalon natën e Kadrit. Me çka? Me namaz natë, me namaz vullnetar, përpos namazeve obligative. Dhe është me besim të sinqert, duke qenë i vetëdijshëm për mëshirën, rahmetin dhe shpërblimet e Zotit Xheleshanhu. Çfarë nën kupton kjo? Ky namaz natë, çfarë kërkon ky dhikr që bëjmë kaq shumë ndaj Zotit? Çfarë kërkon dhe çfarë kërkon ky ibadet i tërë nga ana e besimtarëve? Mukeffiratun lima bejnehunne dhe ijtinib etil kebair.
E gjitha kjo është falje për ne. A thua vallë, do ta marrim një shembull nga jeta jone e përditshme. Ka shumë njerëz që janë të zhytur në borxhe. Dhe njeriu i zhytur në borxhe, që bën dikush prej të afërmve të tij ose prej njerëzve bamirës dhe ja lan borxhet, çfarë ndodhen me këtë borxhlin? Sikur se thot, përjetësisht jam mirënjohës, filan besimtarit që mi ka la borxhet. E neve Zoti i plotfuqishëm po na jep mundësinë që brenda një nate dhe brenda një muaji me na fal gjunahet e kaluara. Për atë arsye, të gjitha rrugët na çojnë në një aktivitet të shumtë para madhështisë së Zotit xhaleshanuhu. Dha Zoti xhaleshanuhu që të gjitha këto ibadete, të gjitha këto angazhime të jenë shpërblim për ne, falje për ne, mëshirë për ne, rahmet për ne. Dhe derisa koha nuk na lejon që të zgjerohemi, teleshikues të nderuar, vëllezër dhe motra, shumë sinqerisht qilloj veten dhe juve, nga do që t'jemi, nga do që t'punojmë, nga do që t'veprojmë. Nëse ne supozojmë që sonte është kjenat e bekuar dhe ne e kalojmë me ibadet, atëherës të mos jetë shkas për ne që me t'u gdhin dita tjetër, edhe këto dita tjera që kanë mbet, ne sikurse e shuajmë aktivitetin tonë. Jo, sepse kjo natë e bekume, si që thamë, është nga 21 deri në 29. Pejgamberi alayhis salatu wassalam këto 10 netësh në përgjithësi i ka shfrytzuar duke bërë ibadet. Prandaj nuk duhet ta ndalim potencialin ton, angazhimin ton, se përfundojnë ata kadrit ata më së miri e din Zoti i plotfuqishëm. Ne edhe më tepër të vazhdojmë me punë dhe aktivitetet e mira, me ibadetet e mira, me lutje, të pasurit japin zakatin, të pasurit japin sadakatul fitrin që është obligim, dhe të tjerët që kanë mundësi shtojnë sadakate rëndomta. Të mos harrojmë se në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam kur thot ummetit tim i janë dhënë 5 gjëra që nuk janë dhënë ummeteve të mëparshme, në mesin e tyre thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, pikërisht thot në natën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, Zoti xhaleshanuhu i falen agjërusit. Shpresojmë që të jemi prej tyre. Dhe dikush prej sahabëve, sikur ndërhyn dhe thot ja Resulallahu i dërguar i Zotit xhaleshanuhu. A thua vallë, mos është ajo natë që neve po na falen gjunahet, po na falen gabimet, po i marrim shpërblimet e Ramazanit, mos është nata e Kadrit? Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Çfarë shembulli merr të mirë? Thot nuk është. Thot kjo i ngjan sikur dikush që është marrëdhënie pune në filon institucionin, filon njeriun, filon individin. Dhe thot, janë dakordsuar që në fund ta merr shpërblimin. Prandaj thot, edhe neve e marrim shpërblimin në fund të këtij muaji. Sikur kjo është dëshmia më e mirë dhe plot e përplot argumente tjera nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ne deri në ditën e fundit, pse jo edhe pas tij, duhet vazhdojmë me punë të mira dhe me ibadetet të cilat i kërkon Zoti xhaleshanuhu. Lutim Zotin e plotfuqishëm që të jemi përfitues të këtyre benefiteve të mëdha të kësaj nate të bekuar. Shpresojmë që Zoti i plotfuqishëm vërtet për hir të kësaj nate të bekuar ta falet të gjithë ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam, të na pranoje agjerimin dhe të gjitha ibadetet tjera. Derisa ndodhemi në këtë natë të bekuar, sikur secili prej nesh kemi detyrim me modestin, me thjeshtësinë më të madhe të Zotit xhaleshanuhu, ta lutim Zotin e plotfuqishëm që të na largojë prej nesh dhe prej gjithë njerëzimit këtë pandemin, këtë sprovën prej sprovave të vështira. Ta lutim Zotin e plotfuqishëm ti shëroje të smurit e kësaj, ti mëshiroje të vdekurit tanë. Zoti i plotfuqishëm të na jepet të mira dhe të mos na sprovojë me sprova të tilla. Ta lutim Zotin xhaleshanuhu me lutjen që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti e falës dhe fisnik e don faljen, më fal mu dhe fali prindë e mi dhe fali të gjithë besimtarët kudo që janë, qofshin ata të gjallë, qofshin ata të vdekur. Vesselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.